ja kanë fajt dronet sepse nuk mbush do të sheshin. Ja kanë fajnë gazetarët se nuk përballon do të pyetjen dhe argumentin. Ja kanë fajnë mediat kur thonë disa të vërtetaj që i di edhe i me bi 2 vjeçë atje. Pra, të gjitha këto, ata kanë arritur që t'ja mbështjellin doktorit i thonë të lutem, i shmangim këto. Dhe çfarë bën? Ushtrin e munguar që kanë për të shkuar dhe për të votuar për ta, e kanë përkthyer në një ushtri që mjafton për të kërcënuar gazetarët online e rrugëve ku diun se çfarë, dhe mbjellin këtë lloj fitili. Është kaq e thjeshtë, pra ata, pa fuqinë e tyre, e kanë përkthyer elektorale, pra, e kanë përkthyer në një nukël online apo militanteske të verbër për të qelluar mbi ata që ju bëjnë sa pyetje fundit të thjeshta. Dhe thelbi i këtij ligji që për mua është pozitiv, pjesa e parë, pra e kriminalizimit të kërcënimit e goditjes së thash, penalizimit të goditjes e kërcënimit. Mbron jo vetëm median, edhe gazetarët, se nuk jemi ne ratë superiore. Mbron të vërtetën. Sepse në momentin që një gazetar ka një të vërtetë për të thënë, ka një opinion për të thënë, një këndvështrim, një qasje, ku diun se çfarë. Dhe përpara se të ndodhi kjo, e shoqja, fëmia, vllai, nëna, merr një mesazh, thot me vete, po unë do shpëtoj Shqipërinë. Ja, është vërtet. Dhe nuk e thot atë. Ama në momentin që unë e kam me zë dhe me figurë, që Sokol Balla më shon një mesazh që më thot ti po fole për ngjyrën e kësaj tavoline, e ke pisk punën dhe e di ku jeton jo të bie dhe jo të shoqe, unë... Kjo është mjeshtria Gazbarit. Unë kam ku shkoj sot, dhe Sokoli përpara se ta çojë mesazhin duhet di që duhet të jetë paguar mirë përpara se ta çojë atë mesazh, që t'ja vlej ai minimumi 1 vit burg. Apo jo, si ishte 1 deri në 3. Deri në 3 vjet, po. Kështu që kaq e thjeshtë është, nuk mbron gazetarët, hiqi gazetarët. Shtoj vetëm një gjë të vogël. Raporti i fenomenit Boçi, si e kaj, me këtë që thot, realisht ka efekte të drejtë për drejta. Nuk është fjala vetëm sepse aja ashtu e thot, ose do mi bë qefi Saliut. Ka efekte të drejtë për drejta kriminale. Ato janë thirrje për vrasjen e gazetarëve. Janë thirrje për vrasjen e kategorisë. Dhe këtë gjë e ka përdorur Berisha që në fillesat e tij kur na thoshte, na kërcënonte si shkelës të betimit të dheut dhe si jo patriot, dhe u bë thirrje kosovarëve që të shkaktonte vrasje të këtyre tradhtarëve në Tiranë. Dhe ruheshim nga kosovarët. Mos paku për t'i kompleksuar. Mos paku për t'i kompleksuar. Jo, si ishte kompleks. Jo, kjo e Boçit, se doktorit... Shiko, këto janë... Si e për këtena i poshtë, a i ndoshta është i papërgjeshëm kur e thot. Tanë programe politike. Si e për këtena i papërgjeshëm kur e thot, pare. A i nuk është i papërgjeshëm, a i vetëm i papërgjeshëm kur e thot nuk është. Këta, Sokol, këta flasin me turmën. Nuk flasin në akademi shkencore. Flasin me turmën, dhe turma është e verbër. Turma gënje, turma indizën gjakrat, dhe turma vret gazetarët. Nëse i thua se këta janë fajtorë, vret gazetarët. Nëse i thua se blegtorët janë fajtorë, a i djek shtëpinë e blegtorit. Do me thënë, kemi të bëjmë me rreziqe realisht të mëdha shumë për shoqërinë. Këta njerëz, ama këta njerëz në provë shteti. Nëse Boçi guxon pas miratimit të ligjit, për që të mos preken gazetarët, të mos kërcënohen, të mos shantazhohen, edhe policia nuk e merr që nga tribunat, ta çojnë në burg, atëherë këtu kemi të bëjmë me lirinë që nuk realizohet. Arsita, unë kam vetëm një dilemë kam unë tek ky ndryshim i kodit penal. Frika duket sikur shpallet zyrtarisht një luftë. Sepse në fund fare, një shoqëri pishet edhe nga përplasja e opinioneve, në jerë edhe përplasjet e ashpër, nuk është e thënë, shoqëria kështu pishet. Megjithëse duhet të thënë për fat keq që këto 34-35 vjet tek kjo një pjesë e klasës politike vazhdon dhe nuk ndryshon, siç e pam edhe nga ajo që thot Boçi ditën e shtunë. Po prapë unë ndruhem kësaj sepse zyrtarizon një friksion, zyrtarizon një ndarje. Mund të qëndroj si logjik, por unë mendoj që kjo më shumë përpishjet ta shuaj atë luftën, përpishjet të standardizoj një formë të re të mbrojtjes së gazetarëve që janë pretendohet që kanë qenë një grup
i marginalizuar në thonjza, sa i takon mënyrës se si shpeshherë jam atakuar nga politikanët dhe atë dhe qasjen se si sot e prezantoi edhe ministri, që tha kjo vjen për konsolidimin e shtetit të së drejtës, kjo vjen për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe kjo vjen si një direktiv, pra një farë mënyre, e drejt për drejt e Bashkimit Evropian për të çuar përpara për afrimin e legjislacionit të plot, që do të thotë. Në kohën kur unë punoja në administratë publike dhe bënim përafrim legjislacioni ka qenë përafrim i pjesshëm. Tani po flasim për përafrim të plot të legjislacionit dhe këtu nëse e shikojmë në plan, nuk ka më marrë zgabimi, sepse këtu flasim për përafrim të këtij ligji me 7 direktiva të Bashkimit Evropian, të cilat u cituan edhe nga ministri në fjalë, që do të thotë, nga vetë Bashkimi Evropian ty të imponohet një farë mënyre që ti ta zbusësh qoftë ligjin paraprak edhe të proteksionit, por nga ana tjetër ty të duhet sot të bëhesh mbrojtës i kategorisë, pra këtu e kategorizojmë grupin e gazetarëve, që do thotë ne nuk i mbrojmë të gjithë me këtë ligj që fusim në fuqi, por do të ndërtojmë një, po themi, agent, ku do të futet regjistri i gazetarëve. Dhe ajo lufta që citon ti mund të dali tek ana tjetër, pra kur ti e fut në fuqi dhe ti ndërton një regjistër, këtu ti është gracka e të bërit diskriminues në mënyrën se si do ta mbrosh gazetarin që është, po themi, me rregulla dhe punon me rregulla të mirëqëna, një farë mënyrë, dhe na del një problem tjetër ligjor, që ta them në një moment pak më vonë. Këtu ti mbron ata që janë ligjërisht me kontratë, punojnë brenda një institucioni, po themi, të medias. Por ke këto gazetarët e tjerë të vetë shpallur dhe citoi shumë bukur zonja përpara, që tha ne gazetarët nuk i kemi as standardizuar si kategori me ligj, që kush është gazetari dhe si duhet përfaqësuar. Pra ka gazetarë të vetë shpallur. Ajo çapo diskutonim sot në redaksi është e ushtrojnë de facto. Jo, ajo që diskutonim sot në redaksi është a quhet gazetar, se për shembull një gazetar im thotë dje ishim të shtunën ishim protestë. Dhe për shkak të zhvillimit të protestës unë u distancova nga operatori. Mua mos sulmojnë, po mund sulmojnë operatorën. A quhet dhe operatori gazetar? Kjo është ashtu. Kjo kategori, qofte operatorit, qofte analistit, duhen të gjithë, prandaj botërisht qofte artikull shkrues, apo i aktivistit shoqërisë civile. Botërisht është nga më të rëndësishmet operatorët. Ja, sa ta përfundoj. Të gjithë këto kategori nuk përfshihen në këtë ligj. Pra dhe aktivisti dhe shoqëria civile dhe ne si analist tu që vim në studio, të gjithë ne jemi prone, thuhet, pra jemi të ekspozuar ndaj faktit që në një moment caktuar mund të na çojnë në penet, na ndjekin penalisht për një gjë që konsiderohet shpifje. Pastaj elementi i dytë është kategoria, dalim te kategoria, çfarë është shpifja? Okej. Dhe kush është në vetvete, si do ta përkufizojmë ne këtë dhe ku është limiti mes asaj që quhet shpifje dhe asaj që nuk quhet shpifje. Me thënë vërtetë Arseda, nëse gazetar themi në thojza me përvojë, quheni si doni, ne e dim çfarë është e vërteta deri diku dhe çfarë është e gënjeshtra. Pra nëse unë them që Edi Ramën do ta marrin me 20 janar sa shurshi verdikt në Amerikë dhe nuk dihet do kthehet apo s'do kthehet, sigurisht kjo është jo vetëm që është gënjeshtër, por është një shpifje banale. Jo, nuk po kjo nuk është shpifje, vëlla. Shpifje. Kjo është çmenduri. Me në rregull. Kjo është shpifje. Tu pyetja më e madhe. Kurse opinioni është i lirë. Ti, unë, Froku, Flogerti, Prisja, ne jemi të lirë të shprehim opinionet tona dhe temi na pëlqen